Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Vrion të Niklës. Policia ka bërë me dije se mbrëmjen e 10 prillit, rreth orës 18:15 në fshatin Vrion, dyshohet se shtetësi Eduard Afmataj, gjatë një konflikti për motive të dobta, ka vrarë marrëmbështetësin Artur Qangu. Ndërkohë, një ditë më pas, detajet të tjera kanë dalë nga vrasja e Artur Qangut, 41 vjeç. Ngjarja ndodhur në mbrëmjen e 10 prillit, në zonën e Niklës, Fushkruj. Sipas të dhënave nga hetimi, mes viktimës dhe autorit të dyshuar, Eduard Afmataj, kishte për rreth 2 viteve konflikte të vazhdueshme për çështje pronësie. Ngjarja ka ndodhur në momentin kur 41 vjeçari kishte shkuar tek banesa e prindërve dhe kishte parkuar makinën pranë saj. Kjo ka sjellë reagimin e menjëhershëm të Afmatajt, i cili ka dalë nga shtëpia dhe është përfshirë në debat me të, duke pretenduar se i ishte bllokuar rruga. Debati ka kaluar në përplasje fizike dhe më pas situata është përshkallëzuar. Autori i dyshuar ka marrë një armë gjahu dhe ka qelluar ndaj 41 vjeçarit, i cili ka humbur jetën në vend. Pas këtij momenti, Afmataj dyshohet se ka njoftuar vetë policinë dhe më pas është larguar duke u zhdukur. Forcat e policisë kanë kontrolluar zonën dhe disa vende të dyshuara, por deri tani nuk është arritur kapja e tij. Hetimet po vazhdojnë për gjetjen e autorit dhe përsërimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje të rëndë. Autori ka një lidhje krushie me viktimen, pasi është dhëndër të kushëritë e tij. Po ashtu mësohet se para disa ditësh ka patur një konflikt mes djemve të Qangut dhe autorit Eduard Afmataj, për arsye po pronësie. Në të njëjtën kohë zbulohet se vrasja e Qangut është kryer marrëmzjarri e konfirmuar më pas si armë gjahu.